Kam një përshtypje që nuk po e kuptojmë që jemi në fundin e demokracive liberale, neoliberale. Dhe kur themi ne për shembull që zgjedhjet nuk janë zgjidhje, kam përshtypjen që nuk e kemi lexuar problemin esencial edhe të vendet me traditë më të lartë, më të gjatë liberale. Italia i ka përsëritur zgjedhjet çdo 6 muaj. Nuk ka prodhuar, jam dakord, nuk ka prodhuar zgjidhje. Por ka prodhuar diçka tjetër. E ka prodhuar ekstremin e djathtë, Berlusconi. Gjermania 30 e sa vjet, partitë e qendrës, qofshin të majta, qoftë djathta, her pas her kanë koketuar, por nuk kanë zgjidhur probleme. Prandaj AfD-ja është sot partia numër 1. Në Francë i njëjti fenomen. Ne nuk, në vitin 2015 më kujtohet e kam pas një bashkëbisedim me A ka qenë Berlusconi ekstremi djathtë? Jo, Silvio Berlusconi në përgjithësi nuk është konsideruar ekstremi djathtë. Ekstremi djathtë ka qenë. Mos i beso ChatGPT-s. Profesori Toti shkruan ChatGPT-s. Vitin Mëson studentaj, ChatGPT-ja. Në vitin 2015 me Çani Mehmetin bisedonim në emisionin e tij dhe përveç tjerash kam pas theksuar që ne po shkojmë drejt krijimit të 2 bloqeve politike. Atëherë bëj fjalë për bloqe politike. Për mua sot de facto kemi të bëjmë me 2 parti politike, po një grupim ende ruan vetëm emblemën LVV, ndërkaq grupimi tjetër është PDK, LDK, AK. Megjithatë, pra sistemi po ndryshon imponueshëm drejt atij 2 partijak. Paka shumë si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra më vaj që është për krize. Çështja është shumë e qartë. Duhet i kthehemi sovranit në rast se nuk pajtohen për krijuar një koalicion e qartë. Këtu ka pas dilema se a do t'ishte më mirë ta kemi një me 61 vota, që gjasat i ka pas t'ishte me nismën, nuk duket që nuk po kalon, është bërë një sprov tentativ në fakt më tepër me LDK-n, ajo ka interesat e veta, pajtohem, është çështje e drejtë e saj, tashmë është shterë kjo dhe besoj që debatet edhe në televizion dhe insistimet që me çdo kush duhet ta krijojnë një koalicion, pajtohem me Visarin, nuk është mirë që ne të insistojmë, sepse e dëmtojmë demokracinë. Dhe i japim mundësi para politikës që të vazhdojnë me trajtu shtetin si kopsht babës vetë. Ndërkaq me çdo kusht sa dritë me shumë procesin me hec, jo me blloku kështu. Me çdo kusht me provu për zhbllokimi duhet jetë marrëveshje politike. Zhbllokimi duhet jetë marrëveshje politike. Ne kemi të bëjmë me 2 koncepte bazike politike këtu. Duhet definitivisht ta marrim vesh. Ai shoh ku sot prej veriut foli. Ati intereson Republika, sovraniteti. Pjesës tjetër intereson tregu, marketingu. Dhe tash ne nuk mund t'ja imponojmë atij që ta bëj një qeveri me pazargji. A intereson? Po. A intereson veriu? Le shkojmë te tutëm. Qa tha, besme po qeveri me pazargjia. Nuk intereson marketingu. Këtu në të tjerë. Mjeshtret marketingut. Mjeshtrit marketingut si forma e bërjes së qeverisë me çdo çmim. Që thash po pajtohem edhe me Visarin që s'është s'do duhet ishte në renditës. Me çdo çmim jo. Ermal.